Qendra Alert në bashkëpunim me Lëvizjen Europiane në Shqipëri po zbatojnë projektin Linja e Gjelbër për mbrojtjen e konsumatorit, siguria ushqimore dhe forcimi i mbrojtjes së drejtave të konsumatorit në Shqipëri nëpërmjet fuqizimit të OSHC-ve, pra të organizatave të shoqërisë civile. Përpos krijimit linjës së gjelbër, unë do ta them në këtë rast fakt 0826 e cila mbledh dhe trajton ankesat e konsumatorëve. Ka edhe një si komponent tjetër i këtij projekti është edhe fuqizimi i organizatave të shoqërisë civile në gjithë vendin dhe krijimi i rrjetit të organizatave për mbrojtjen e konsumatorit. Në kuadër të këtyre aktiviteteve, ne kemi zhvilluar aktivitetin e radhës në qytetin e Firit, e ndjekim një material, bashkë do të shihemi të premte në ardhshme në 21. Mos harroni, Alert ritransmetohet të shtunën në 13:30. Deri atëherë, mirupafshim. Në kuadër të projektit Linja e Gjelbër për mbrojtjen e konsumatorit, siguria ushqimore dhe forcimi i mbrojtjes së të drejtave të konsumatorëve në Shqipëri nëpërmjet fuqizimit të OSHC-ve lokale, më 10 qershor të 2025-s u zhvillua në qytetin e Fierit trajnimi për të drejtat e konsumatorit nëpërmjet aktiviteteve të ngritjes së kapaciteteve të organizatave lokale të shoqërisë civile dhe mundësimin e angazhimit të tyre në procesin e politikbërjes përmes platformave të konsultimit për legjislacionin dhe reformave që lidhen drejt për drejt me çështjen e mbrojtjes së konsumatorit dhe sigurisë ushqimore në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Një nga komponentët e këtij projekti është forcimi i organizatave lokale të shoqërisë civile dhe rritja e kapaciteteve për të drejtat e konsumatorëve, sigurinë ushqimore dhe sigurinë e produkteve jo ushqimore. Pjesëmarrësit në këtë trajnim përfaqësues nga organizatat e shoqërisë civile, institucionet publike dhe ekspertë të pavarur morën informacione të vlefshme mbi legjislacionin për mbrojtjen e konsumatorit, cilësinë e shërbimeve, mbi të drejtat si konsumator ose si prodhues, për detyrimet e institucioneve shtetërore dhe sektorin privat për përmbushjen e standardeve dhe kritikave të kërkuara, mbi strukturat dhe politikat duke mbuluar çështjet më të rëndësishme dhe ndryshimet e pritshme. Gjithashtu, diskutua me OSHC-t lokale edhe rëndësia e futjes në objektin e veprimtarisë së tyre dhe të drejtat e konsumatorëve, si një qasje nevojshme në kushtet e sotme të Shqipërisë, e rreziqeve në rritje të shkeljes apo rrezikimit të drejtave të tyre. Gjatë këtij trajnimi, që kishte për qëllim rritjen e kapaciteteve të këtyre aktorëve në kuptimin e zbatimit dhe promovimit të drejtave të konsumatorit, në përputhje me standardet e kërkesave të legjislacionit kombëtar dhe atij të Bashkimit Evropian, organizatat lokale pranuan dhe të bëhen pjesë e rrjetit të OSHC-ve për mbrojtjen e konsumatorit. Tematika thelbësore e trajnimit ishte aspekti ligjor i mbrojtjes së konsumatorit. Lektorët Ersida Teliti, drejtore e Qendrës së Konsumatorit Shqiptar, dhe Klotilda Neziri, eksperte të drejtave të konsumatorit dhe përgjegjëse e sektorit të edukimit dhe të mbrojtjes së konsumatorit në Meki, sollën një analizë të thelluar mbi bazën ligjore ekzistuese në Shqipëri, duke theksuar sfidat që vendi përballet në procesin e harmonizimit të legjislacionit kombëtar me akuiz të Bashkimit Evropian. Në kuadër të gjithë perspektivat e integrimit dhe çështjeve që mbrojnë konsumatorin, ndodhemi sot në qytetin e Firit në një trajnim me organizatat e shoqërisë civile, organizatat lokale, por edhe përfaqësues të pushtetit vendor dhe media, në kuadër të projektit që po zbaton Qendra Alert në bashkëpunim edhe me Lëvizjen Europiane në Shqipëri, një projekt i financuar nga Bashkimi Evropian, që është linja e gjelbër për mbrojtjen e konsumatorëve, siguria ushqimore dhe fuqizimi i mbrojtjes së drejtave të konsumatorëve përmes forcimit të organizatave të shoqërisë civile. Ndodhemi sot në Fier një seri trajnimesh që do të vazhdojnë në shumë qytete, ku roli kryesor, qëllimi kryesor është ngritja e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile në qytete ndryshme për të drejtat e konsumatorëve. Jemi në Fier dhe do të shkojmë edhe në 5 qytete të tjera qendër qarku në të gjithë Shqipërinë, përveç atyre trajnimeve që po zhvillohen në Tiranë dhe në kuadër të tryezave të platformës për partneritetin e integrimit evropian. Njëherësh kemi krijuar linjën e gjelbër për mbrojtjen e konsumatorëve, e cila është një linjë numër i gjelbër 24 orë 24, me anë të cilit ne ndjekim, pranojmë së dhe më pas ndjekim kërkesat apo ankesat e konsumatorëve deri në zgjidhjen e tyre.
Gjithashtu diskutuan dhe sfidat që instancat përkatëse përballen në raport me zbatimin e kapaciteteve dhe qasja e qytetarëve për të ushtruar të drejtat e tij në këtë fushë. Disa nga të drejtat kryesore të konsumatorëve të cilat parashikohen dhe në ligj janë: e drejta e mbrojtjes së shëndetit, mjedisit dhe sigurisë së jetës, e drejta e mbrojtjes së interesave ekonomik, e drejta e ankimit, e drejta për dëmshpërblim, e drejta e edukimit, e drejta e marrjes së informacionit, e drejta e përdorimit të shërbimeve publike, e drejta e mbrojtjes ligjore, e drejta e organizimit në shoqata ose bashki për mbrojtjen e interesave të konsumatorëve dhe e drejta e përfaqësimit në organet e tyre vendimarrëse. Një pjesë e rëndësishme e trajnimit ju kushtua diskutimit të rasteve konkrete të cilat janë trajnuar nga organizatat e shoqërisë civile apo institucionet përkatëse. Temat që ngjallën interes të veçantë për pjesëmarrësit përfshirë këtu edhe problemet me cilësinë e shërbimit të operatorëve telefonik, siguria ushqimore, zbatimi të drejtave të konsumatorit nga bizneset e po ashtu siguria e medikamenteve të cilat tregtohen e të tjerë. Trajnimi u karakterizua nga pjesëmarrje aktive ku pjesëmarrësit ngritën pyetje dhe ndan ashtu përvoja të ndryshme nga fushat e tyre vendimarrëse. Ky shkëmbim kontriboi në krijimin e një dialogu konstruktiv nëpërmjet aktorëve të ndryshëm, duke kthyer trajnimin në një platformë bashkëpunimi dhe reflektimi për përmirësimin e mëtejshëm të mbrojtjes së konsumatorit në Shqipëri.